Jemi rikthyer kështu përsëri në studio miq pasi ndoqëm dhe materialin e Australisë dhe do të flasim për temën e ditës së sotme. Do të ndalemi tek problematika që lidhen me shëndetin ton dhe veçanërisht do të prekim pjesën e dhimbjeve të kokës, çfarë i shkakton, cilat janë llojet e dhimbjeve të kokës dhe përse gjithmonë më tepër ne duket sikur ankohemi për këtë lloj shqetësimi, edhe si duhet trajtohet mbi gjitha në aspektin mjekësor kur dhimbja e kokës bëhet e përsëritur, bëhet problematike edhe në shqetëson në mënyrë të vazhdueshme. Por gjithashtu do të prekim edhe pak sëmundjen e sklerozës, si mund të trajtohet ajo, momentet dhe simptomat kur shfaqet, por më së miri lidhur me këtë pjesë na flet e ftuara e ditës, e cila është specialiste e kësaj fushë, mjekja neurologe Mira Rakacolli, e cila është me ne në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që keni pranuar ftesën dhe ju kemi në programin tonë të mëngjesit. Edhe për shikuesit që po na ndjekin, ne kemi një numër telefoni doktoresh ku mund të na telefonojnë për të bërë pjesë e programit, për t'ju bërë ndonjë pyetje për shqetësimet që mund të kenë, pasi dhimbja e kokës duket sikur është shumë e përhapur dhe ndonjëherë e quajmë dhe si një gjë normale. Flasim pak për ndarjet, ndoshta për dhimbjet e kokës, përpara se të flasim për arsyet që i shkaktojnë, cilat janë llojet, ka disa lloje apo jo, kam përshtypje të dhimbjeve të kokës. Ka shumë lloje dhimbje koke dhe siç e tha ty, dhimbja e kokës është ankesa më e shpeshtë që hasim edhe ne si mjek neurolog në punën tonë të përditshme. Kjo për faktin, sepse ajo është shumë e shpërndarë në popullsi dhe unë besoj që nuk ka ndonjë nga teleshikuesit që nuk ka provuar ndonjëherë se ç'është dhimbja e kokës. Rreth 90% e njerëzve me shifra në botë vuajnë nga dhimbjet e kokës, nga llojet e ndryshme të dhimbjeve të kokës. Ne mjekët i ndajmë dhimbjet e kokës në dy grupe kryesore, në ato që ne i quajmë dhimbje koke primare ose pa ndonjë shkak dhe në ato që quhen dhimbje koke sekondare, pra dhimbje koke të cilat vijnë nga një shkak tjetër, jo nga dhimbjet, jo vetë nga sëmundje nga kjo që ne quajmë dhimbje koke primare, por nga sëmundje të tjera që mund të jenë sëmundje të sistemit nervor ose dhe jo sëmundje të sistemit nervor dhe të sistemeve të tjera. Dhimbjet e kokës janë dhimbjet e kokës parsore, pastaj ato që quhen dhimbje koke tamam ndahen në tre grupe kryesore. Në dhimbjet e kokës që janë dhimbje kokës të migrenës, me ato në ndarjet e veta. Dhimbjet e kokës janë dhimbjet e kokës tensive që quhen, që vijnë zakonisht nga mbi-tensionimet e sistemit nervor, dhe në disa lloje të tjera dhimbjesh koke që quhen me një emër në anglisht, kështu ka hyrë në të gjithë botën, dhimbjet e kokës të tipit cluster, me përjashtim të Italisë ku e quhen dhimbje cefalea grappolo. Në gjitha vendet e tjera të botës njihet me emrin dhimbje kokës e tipit cluster. Cilat janë më problematike nga këto lloje? Është vërtet migrena më shqetësuese? Migrena e prish më shumë cilësinë e jetës se sa dhimbjet e tjera, sa llojet e tjera të dhimbjeve të kokës, por ajo që është më e përhapur në popullsi, ajo që ka shifrën e 90%, është ajo që quhet dhimbja koke tensive. Do të thonë ajo që shfaqet në rast të parë si pasojë e stresit. Pra stresi është arsye kryesore. Në cilin moment ne doktoresh do të kuptojmë që nuk është një dhimbje koke normale që është shqetësuese dhe duhet patjetër të drejtohemi tek mjeku? Dhimbje koke normale nuk ka. Çdo lloj dhimbje koke është shqetësuese. Sepse edhe dhimbja kokës tensive që thash unë është shqetësuese, edhe migrena është shumë shqetësuese në drejtim të pasojave që ajo jep. Por dhimbjet e kokës janë tamam të rrezikshme për jetën, janë ato dhimbje që shfaqen si rezultat i çarjeve të enëve të gjakut, ose ato dhimbje që tregojnë që kemi të bëjmë me një sëmundje tjetër kërcënuese për jetën. Dhe ajo që duhet të na bëjë që të drejtohemi urgjentisht në struktura të specializuara është kur fillon një dhimbje koke shumë e fortë, një dhimbje koke të cilën nuk e kemi provuar ndonjëherë në mënyrë të menjëhershme dhe sidomos kur shoqërohet edhe me të vjella. Zakonisht një dhimbje koke e fortë menjëhershme rrufon në qiellin e kthjellët, domethënë e përshkruajmë neve, është shumë sugjeruese për një çarje të ndonjë ene gjaku jo normale në tru dhe që është urgjencë neurologjike sepse është kërcënuese për jetën nëse nuk kapet edhe nuk trajtohet në kohë. Dhimbjet të tjera që tregojnë lloje të karakteristika të dhimbjeve të tjera që mund të tregojnë për ekzistencën e sëmundjeve kërcënuese për jetën, si për shembull të tumoreve, janë ato dhimbje koke që zakonisht shfaqen gjatë natës, në gjysmën e dytë të natës dhe në orët e para të mëngjesit dhe që pastaj me fillimin e ditës qetësohen edhe vetvetiu. Dhe shpesh njerëzit i neglizhojnë, meqense fillojnë ditën mbar e neglizhojnë.
Por, dua të them dhe këtë tjetrën që jo është çdo tumor, është me dhimbje koke. Ka shumë tumore që janë dhe pa dhimbje koke. Doktore, të ndalemi këtu, kemi një telefonat, ta presim së bashku. Përshëndetje. Alo, mëngjesi. Mëngjesi, zonjë. Ju uroj ditë mbar. Po, ju falenderoj. Dua të përshëndes doktoreshën atë në studi. Edhe kam një shqetësim se koka, jam me migren. Po. Kur më kap për momentin e dashur doktoresh, më falni për shprehjen, kam një çik përzir. Edhe me merren mend shpesh edhe nuk e kuptoj se në gjendje jam, a kam pensiona, është dhimbje koke, jam vizitu disa herë, kam marrë ilaçe, por jo, ashtu si më thonë jam në kënaqur t'ja totalisht e shëruar. Po, keni një pyetje apo është e qartë? Jo, zonja është shumë e qartë në ato që shpjegon. E falenderojmë zonjën, atëherë na dëgjon. Dëgjojeni të para vërejshëm. është që zonja duhet të ketë marrë diagnozën migren. Nëse e ka marrë diagnozën migren nga një specialist neurolog, atëherë zonjën besoj që duhet ta kenë sqaruar që migrena nuk është një sëmundje që shërohet në kuptimin e asaj. Që të marrë një kur, ta përdori kur për një kohë sado të gjatë dhe të shpëtoj përfundimisht nga migrena. Migrena, ajo që bëhet për kurimin e migrenës maksimumi është që bëhen trajtime qëllimi të cilave është rrallimi dhe zbutja e krizave. Pra, ne quajmë të suksesshëm trajtimin e migrenës atëherë kur kriza të zë një herë në 2-3 muaj dhe nuk zgjat më tepër se 2 orë. Por nga telefonata në kuptova që zonjës është prish cilësia e jetës nga kjo krizë migrene. Ka më të shpesh. Atëherë, migrena trajtohet në 2 mënyra. Një herë trajtohet kriza dhe pastaj bëhet ai mjekimi profilaktik për mos të zënë kriza. Trajtimi i krizës bëhet me medikamente të ndryshme dhe fatmirësisht ekzistojnë shumë medikamente qetësues të krizës së migrenës. Fakti që ekzistojnë shumë medikamente nuk do të thotë që njëri është i mirë, tjetri është i keq, njëri është i lirë, tjetri është i shtrenjtë, por do të thotë që dikujt i bën më mirë njëri, dikujt i bën më mirë tjetri. Dhe zonja domethënë duhet të provojë gjithmonë në këshillën e mjekut, duke e vizitu, duke pa karakteristikat e krizës së dhimbjes, zakonisht neve rekomandojmë një medikament, të cilin zonja e provon. Është shumë e rëndësishme që medikamenti të merret në momentin e parë. Kur sa e ndjen që po fillon dhimbja e kokës, kur sa e fillon të marrjet e mendve që tha zonja. Sepse kur merret më vonë zakonisht nuk e bën tamam efektin. Dhe në qoftë se ai medikament nuk i bën, atëherë duhet përsëritë lidhet me mjeku, se mjeku kur e di që është ky medikament nuk i ka bërë, di dhe një mori të tjerë medikamente që i përkasin atij grupi edhe që nuk i bëjnë. Kështu që mjeku kalon në një këshill për një medikament tjetër. Kështu gjendet medikamenti që bën për krizën. Ne e këshillojmë mjekimin profilaktik atëherë kur ka më shumë se 2 kriza në muaj. Nëse domethënë gjendet si të thosh ilaçi, bari që e qetëson, atëherë e përdor, e mban me vete në çdo moment, e përdor në fillim të dhimbjes kokës dhe nëse s'ka nevojë ta përdori më shumë se 2 herë në muaj, ky është problemi i zgjidhur. Nëse përdoret më shumë se 2 herë në muaj, atëherë peshohen edhe problemet e tjera që janë dhe rekomandoj një trajtim profilaktik. Po, varësia mund të krijojnë këto medikamente? Nga qetësuesi trajtim profilaktik jo, sepse përdoret për aq kohë sa quajmë mjeku të arsyeshëm, kurse qetësuesit po, prandaj nuk përdoren më shumë se 2 në muaj. Nëse përdorim qetësues më shumë se 2 në muaj, na krijon probleme të tjera, por një kohë të gjatë na krijon probleme që vetë përdorimi i përsëritur i qetësuesve shndrohet në gjenerus të dhimbjeve të kokës dhe pastaj ato dhimbje koke të cilat shkaktohen nga përdorimi pa kriteri qetësuesve janë nga më të vështirat për tu trajtuar. Po, kur flasim për dhimbjet e kokës tek fëmijët edhe në moshë fare të vogël, ndoshta që pas moshës 3 vjeç deri në moshën 12 vjeç, këto dhimbje a janë të predispozuara për të patur një problematik, një shqetësim më vonë me rritje, me avancimin e moshës fëmijës në fjalë? Edhe dhimbjet e kokës të fëmijët, edhe dhimbjet e kokës të fëmijët janë njësoj si dhimbjet e kokës së rriturve. Pra dhe fëmijët kanë dhimbje koke primare dhe sekondare. Kështu që gjithmonë gjëja e parë që bëhet është për të gjetur, për të vënë diagnozën. Është dhimbje koke primare apo dhimbje koke sekondare. Migrena ekziston edhe ke fëmijët, edhe në moshën 3 vjeçare ka migrenë. Po, t'ju ndërpres për pak për një telefonat dhe e vijojmë për fëmijët, meqense është në linjë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes si zonjë. Urime për emisionin. Ju falenderojmë. Urime doktoreshës. Po, po ju dëgjoj. Doktoresha, kam një pyetje. Ka kohë doktoresha, vite, ndonë të vite. Kanë disa që më koka më dëmte miza, dëmësite që më pijesh, në kupton? Edhe kam bajta u vizitova, edhe bëra skanerin. Atë, u futa, edhe më thanë që kem plakje truri.
një pjesë, është më plakur. Më dha disa ilaçe se si ishe kështu nuk e din, edhe më ndërpreu pastaj më tha mua, s'është nevoja më tha mua. Të vazhdosh. Si ka mundësi, doktoresha, nuk do mjekohet, jo për në që po të mbaj ato pjesën tjetër të truve, çfarë mjekimi duhet? Po, është e qartë zonja, do më thë mund t'jap këtë lloj shpjegimi? Jo, zonja i thot tamam gjërat sepse i ka... Ashtu siç i ka parë. Sepse ashtu ja kanë thënë. Problemi i parë që ka zonja... Po, në gjë nga ekrani. Problemi i parë që ka zonja është arsyeja për të cilën shkoi për të bërë skanerin e kokës ka qenë dhimbja e kokës si miza. Dhe përderisa në skaner nuk ka ndarë dëmtime strukturale, atëherë kjo dhimbje kokë miza. E thon kështu domethënë me marrje mend nga që thon zonja pa e vizituar, mundësia më e madhe është që të jetë dhimbje kokë tensive. Dhe për të dhimbjen e kokës tensive ka mjekim. Për shembull, ndryshe nga migrena që kishte zonja përpara që nuk shërohet, domethënë dhimbja e kokës tensive shërohet krejtësisht, ka mjekim. Kështu që për atë zonja duhet të marrë mjekim te neurologu sepse është dash dhimbje kokë që shpoton. Për sa e përket këtij nocioni tani plakë e trurit. Tash kjo nuk është e shpjeguar shumë qartë, nuk është e shpjeguar tamam shkencërisht sepse e hasim këtë lloj. Plakja e trurit ju thuhet atyre njerëzve të cilët normalisht kanë ato në ekzaminim radiologjik shfaqet ajo që ne mjekët e quajmë atrofi apo subatrofi e trurit. Dhe që nuk është signifikative, zonja nuk duhet të shqetësohet. Ajo nuk ul funksionet e trurit, nuk është signifikative për të vënë një diagnozë. Ajo shumë individuale. Ka njerëz të cilët kanë jo subatrofi, po atrofi të trurit dhe nuk kanë absolutisht asnjë lloj shenje dhe ka njerëz të cilët vuajnë nga ato sëmundje që janë sëmundje të rënda që quhen demencat, për të cilat ndoshta do flasim edhe sot, por që nuk kanë fare atrofi të trurit. Kështu që zonja nuk duhet të shqetësohet në lidhje me humbjen e funksioneve kognitive sepse i ka dalë në ekzamimin skanerik kjo që është thënë plakja e trurit. Nuk duket plakja e trurit. Një telefonat tjetër, duket që ka interes, doktoresh, përshëndetje? Përshëndetje? Është këputur? Alo, mirëmëngjes. Po, e kemi në li? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, ju dëgjojmë zonjë. Desha të pyet doktoreshën. Po. Kam gocën 7 vjeçe. 7 vjeçe. Më dhem koka shpesh, nuk e di pse. Po, ka dhimbje kokë vajza. Po. Ky është shqetësimi pra. Edhe për vetën time jam 34 vjeçe. Po? Po, desha ta pyet doktoreshën edhe për vete që kur më vin ato të muajit. O 2 ditë para edhe mbrapa ka raste dhimbje koke të tmerrshme. Me dhimbje koke. Po. E kuptuam besoj shqetësimin dhe vetëm gjatë periudhës menstruacioneve ka zonja. Vetëm gjatë kësaj periudhe janë dhimbjet e kokës tek ju? Po. Atëherë, zonja ka shumë mundësi. Faleminderit zonja. Zonja ka shumë mundësi të ketë ato që ne mjekët e quajmë migrenë menstruale, pra migrenë që shfaqet vetëm gjatë periudhës së ciklit dhe që ka të bëjë me ndryshimet hormonale që ndodhin në trupin e femrës në atë periudhë. Zonja duhet të shkojë te neurologu edhe duhet të marrë një mjekim që bëhet përreth ditëve të ciklit, vetëm për ditëve të ciklit, do më bëhet 2-3 ditë përpara se të fillojë cikli, gjatë viteve të ciklit dhe mbas ditëve të ciklit, për të mos e përjetuar më këtë dhimbje koke. Ashtu sikurse mund të përdori dhe një grup medikamentesh që mund t'i marri vetëm në momentin e dhimbjes së kokës, por që zakonisht më i efektshëm është ky mjekimi që bëhet përreth ciklit. Pra është një problem i zgjidhshëm po të shkojë te neurologu, nuk ka pse ta vuaj. Është shqetësuese edhe për fëmijët dhe tregoi edhe problemi i migrenës është që migrenat në shumicën e rasteve, bile në 80% rasteve janë të trashëguara, kështu që ndoshta do me thonë dhe vajza mund të ketë migrenën, por arsyet e dhimbjeve të kokës janë me qindra, kështu që duhet paraqitet tek mjeku që të marrë vesh arsyen e dhimbjes kokës. Një arsye mund të jetë edhe migrena. Pa diskutim. Pra, duke qenë se ju ishte duke folur edhe për pjesën e fëmijëve që mund të jetë shqetësuese edhe tek fëmijët nëse nuk e trajtojmë, nëse nuk e kapim. Patjetër, është një soi si të rriturit, por ato duhen trajtuar tek mjekët që janë neuropediatrë, sepse ne themi gjithmonë fëmia nuk është një i rritur i vogël. Fëmia ka veçoritë e veta,
Kështu që duhet më nëse ka probleme të dhimbje të kokës të fëmijët duhet më konsultu me një neuropediatër, jo me një neurolog, domethënë të rriturve siç jam unë. Doktoresh, është e vërtet që migrena, me qënë se ne jemi duke folur për këtë pjesë, por ndalem edhe tek sëmundjet e tjera, është më e pranishme tek vajzat, kryesisht në moshën e adoleshencës, pak në sipas informacioneve që ne kemi, në raport me djemt, është më e përhapur? Po, kjo edhe tek femrat në tërësi? Po, kjo është deri në moshën e pubertetit, shqipat e migrenës janë njësoj në të dy sekse, si tek meshkujt ashtu edhe te femrat. Mbas kësaj moshe, atëherë shkojnë gjithmonë në favor të femrave 3-1, përderisa pasaj kur vjen momenti i menopauzës përsëri shkojnë shifrat. Kështu që ndikimi hormonal është i padiskutueshëm. Pra ndikon edhe kjo pjesë. Ne kemi një telefonat tjetër në linjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Është shkëputur në fakt telefonata. Do të presim edhe të tjera telefonata, numri është i shënuar në ekran për gjithë ju që po na ndiqni, po diskutojmë lidhur me problematikat e dhimbjes së kokës, tek migrena ishim dalur veçanërisht duke qenë se ajo është dhe shumë problematike, duke qenë se është edhe e pashërueshme, e patrajtueshme, e thatë ju. Përsa i përket dhimbjeve të tjera të kokës, sinoziti për shembull, mund të jetë një problematik dhe si duhet ta trajtojmë? Mjafton me medikamente? Sinoziti nuk është një dhimbje koke, domethënë sinoziti është një inflamacion i sinuseve, është një smundje inflamatore, kështu nuk ka të bëjë, është një nga pra hyn te ato dhimbjet e kokës sekondare që thash. Dhimbja e kokës vjen si rezultat i inflamacionit të sinuseve, kështu që ai duhet mjekuar sinoziti dhe ajo largohet. Nuk e di, kemi një telefonat tjetër, kam përshtypjen? Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si zonë. Urime për emisionin. Ju falenderoj. Desha një pyetje me doktoresën, lutem. Po, ju dëgjoj. Doktoresë, unë kam një dhimbje koke, edhe si ajo gruaja që foli përpara, sidomos kur është periudha e menstruacioneve, po e kam dhe gjatë kohës kështu, kam pirë një periudhë kohë kam pirë postan, kafetin, tash kam filluar me aulinat. Të vetmet që më qetësojnë kur smundem me aulinat, që arrit deri në 2 ditë, një në mëngjes ose mbaret nga dhimbja, përfundoi që marr në një serum. Kam bërë skaner, kam bërë edhe një EZ koke, nuk më kanë nxjerr migren, po më kanë thënë thjesht tash kur të zën mund të vish bësh një qetësues edhe e mbyllin, po kam gjetur vetëm me punën e aulinës. Po. Desha të më sqaronte çik doktoresha për këtë. Po. Patjetër, ju falenderoj. Faleminderit edhe juve. Ju falenderojmë, zonjë. Meqense jemi edhe në të problemin e diagnozës, që thos zonja që kam bërë EZ skaner dhe nuk më kanë nxjerr migren. Diagnoza e migrenës është një diagnozë që vihet me intervistë. Pra, migrena ka disa karakteristika klinike, si krizë dhimbje koke, dhe që nuk ka nevojë për ekzaminime për t'u vënë si diagnozë. Kur ne mjekët kërkojmë ekzaminime, siç i kanë kërkuar zonjës EZ-n ose skanerin, ato e bëjmë atëherë për të përjashtuar sëmundje të tjera që mund të jenë të ngjashme me krizën e migrenës, që ka dyshuar mjeku që e ka vizituar zonjën. E kuptoj. Pra diagnoza e migrenës është diagnozë që vjet vetëm me karakteristikat klinike të. Përsa e përket trajtimit, domethënë, unë siç i thashë zonjës që foli më përpara, trajtimi i migrenës menstruale është krejtësisht i mundshëm, zonjë. Është krejtësisht i mundshëm duke marrë thash një mjekim për rreth ciklit. Siç e thashë më përpara, mjekime ka 2-3, kështu që duhet të kalojë 1 ose 2 muaj sa ta stabilizojmë, ta gjejmë si thua cili është mjekimi që është adekuat për zonjën, cili është ai që i bën asaj më mirë. Dhe nuk duhet të abuzohet me qetësuesit. Domethënë qetësues ka, thjesht duhet me shku te mjeku me konsultu, nuk duhet me ullo, nuk duhet me thënë s'ka ç'a më bëjnë, sepse do thjesht nuk vendoset dhe nuk trajtohet dhimbja e kokës parsorë me një vizitë ke mjeku, jo me një vizitë të vetme te mjeku dhe jo duke ndruar mjekët. Domethënë duhet të lidhet, domethënë të konsultosh me një mjek dhe pastaj këshillat që ti paj do t'ja kthesh përgjigjen mbrapa, sepse sidomos kur nuk je mirë, se kur je mirë mbaron problemi. Por kur nuk je mirë duhet me i thënë përsëri sepse ka alternativa të tjera. Dhe alternativa e dur gjendet për 2-3 muaj maksimumi. Dhe kur të mendosh migrenën e ke gjithë jetën, 2-3 muaj që nuk janë domethënë ndonjë gjë. Është problem i zgjidhshëm zonjë, kërkoni zgjidhje, është problem i zgjidhshëm, nuk ka pse të vuani. Po antibiotikët që zonja kishte përdorur ndoshta edhe për raste të tjera që i përdorin dhe që i ndryshojnë antibiotikët. Nëse njëri nuk krijon efekt, përdorin një tjetër. Antibiotiku është antibiotikët janë medikamente që luftojnë infeksionet. Dhe nuk po flasim domethënë për antibiotikët
në dhimbjet e kokës, nuk kanë, por antibiotikët nuk përdoren në trajtimin e dhimbjeve të kokës. Pra, Dhimbje parsorë të kokës asnjëherë. Analgjezikët, ndoshta ato që kishte përdorur zonja tha aulinën, domethënë po, në rastin e zonjës, në rastin kur i ndryshojmë këto. Po, kur nuk bën njëri kur nuk do t'i përdor, kur nuk bën njëri do përdorë tjetri, do të gjendë. Zonja ka gjetur që i bën aulina dhe shumë mirë. Aulinën duhet ta mbaj me vete, duhet ta pi në momentin e parë kur sa i ndjen që i fillon dhimbja e kokës, por nëse zonja ka nevojë të pi më shumë se 2-3 aulina në muaj, duhet të bëjmë domosdoshmërisht mjekimin e përditshëm të dhimbjeve të kokës, mjekimin profilaktik të dhimbjeve të kokës, sepse do t'i krijojmë probleme. Mund të themi doktore se një problem tjetër janë dhe teknologjitë e reja, kompjuteri, telefoni, me cilat ne jemi shumë të lidhur. Flasim veçanërisht për të rinjt, ndoshta janë më problematik, por të gjitha moshat janë të lidhura me këto teknologji. A na ndikojnë dhe na shkaktojnë dhimbje koke dhe shqetësime të tjera që mund të lidhen? Zakonisht, këto janë pyetje që meqense dhe këto janë gjëra të reja dhe që të nxjerrin konkluzione, duhen vite, që të nxjerrin konkluzione të sakta, duhen vite, edhe studimet në botë për të punë megjithëse janë të filluara, nuk janë shumë efikase, ka studime kontraditore. Ajo që është e sigurt është që kur njerëzit merren për një kohë të gjatë me kompjuterin ose me sidomos me kompjuterin, me lorat, me këto që bën, ato harrojnë ta hanë, për shembull, harrojnë të hanë, harrojnë të bëjnë një jetë më të shëndetshme, duke u marrë shumë ato do dalin të bëjnë, dhe kjo gjeneron dhimbjen e kokës, sepse mund të shpërthejë krizën e mirënjohjes. Por megjithëse studimet e kontraditore për t'i quajtur shkaktar ato. Do të flasim edhe për një pjesë tjetër që e përmenda përshikuesit në fillim, për sëmundjen e sklerozës. Në cilat mosha fillon të shfaqet kjo si problematik dhe a ka shqetësim edhe tek moshat e reja, jo vetëm tek ato moshat e vjetra? Ne mjekët këto që në popullsi quhet sklerozë, ne mjekët e quajmë demencë. Sëmundja ndoshta edhe në popullsi ka hyrë kjo fjalë tashmë. Demenca është një sëmundje që zakonisht është një sëmundje e moshave të vjetra, domethënë zakonisht është një sëmundje e moshave të treta, domethënë që i quajmë neve. Por ka dhe disa lloje demencash të cilat mund të fillojnë edhe në moshë të re, domethënë që mund të fillojnë edhe në moshën 30-40 vjeç. Ka raste, domethënë dhe 50 vjeç ka raste, por zakonisht janë mbas moshës 60 vjeç dhe me shtimin e moshës shtohet edhe predispozicioni edhe mundësia për ta vuajtur demencën. Pra, ajo është më e shpesh në grup moshat mbi 70-80 vjeç. Kemi një telefonat dhe vjojmë sërish bisedën. Përshëndetje. Alo? Po, mirëmëngjesi, zonjë. Po, ju dëgjoj. Përshëndetje. Përshëndetje, flas nga Franca. Ju falenderojmë shumë, në telefonon nga shumë larg, zonja. Mirë se erdhët në program. Ju përgëzoj për këtë emision, pasi ma jepni një uri për disa gjëra që nuk jemi të qartë. Është kënaqësi. Desha të pyesja pak doktoresën. Po ju dëgjoj. Unë jam pak e moshuar, 62 vjeç, por kam një dhimbje koke afër mëngjesit. Po. Që më është bërë shqetësuese. Pasi vetëm afër mëngjesit më fillon dhe nuk duroj dot për i shtrirë. Po e keqja është që unë atë kohë kam gjendje gjumi shumë. Jo se më vjen gjumë, domethënë s'jam gjumashe, po. Në atë kohë unë, në atë dhimbje unë nuk rezistoj dot. Po. Ama gjithmonë afër mëngjesit. Po, e kuptuam. Po mbasi zgjoheni një zonë. Duhet patjetër të ngrihem në këmbë, se nuk e duroj dot. Dhe ilaçet që po të ngriheni në këmbë qetësohet? Po të ngrihem në këmbë që them, jo, pi një ilaç dhe pastaj qetësohem. Duke marrë ilaçe. Më bërë të zgjidhur shumë. Tash mund të ketë 2-3 arsye. Mund të ketë 2-3 arsye. Na dëgjoj nga edhe dhimbje koke. Ekrani zonja? Meqense telefonon edhe nga Franca, e falenderojmë shumë zonjë, përshëndesim. Mund të ketë 2-3 arsye kjo dhimbje. Mund të jetë edhe dhimbje koke primare, mund të jetë një dhimbje koke që, domethënë terminologjinë mjekësore quhet dhimbje koke hipnike, domethënë që shfaqet gjithmonë gjatë gjumit, edhe që kjo do një trajtim të përnaçëm edhe shërohet tërësisht me një mjekim disa mujor shërohet tërësisht. Por mund të jetë edhe një problem tjetër, dhe kështu, thjesht me ankesë, pa vizitë, domethënë pa parë vizitë neurologjike, është e vështirë. Ajo që mund të këshillohet është që duhet një vizitë patjetër, edhe ndoshta edhe ekzaminime patjetër. Në këtë radhë unë thashë në fillim të emisionit që dhimbjet e kokës mëngjesore duhet të na çojnë menjëherë te mjeku neurolog. Çrregullimi i gjumit mund të jetë arsye? Jo, mund të jetë kjo çrregullimi i gjumit, jo. Dhimbje koke mëngjesore nuk jep çrregullimi i gjumit. Ka gjëra të tjera që japim, por që këshilla është
është nga ato raste kur duhet me shku patjetër tek mjeku neurolog. Po, duke qenë se jemi edhe në fund të flasim pak për problematikën e sklerozës, cilat janë simptomat, ato shenjat e saj që të kuptojmë që po shfaqet. Demenca ka disa, dhe ne mjekët me demencë kuptojmë një ulje të atyre që ne i quajmë funksionet të larta kognitive. Pra, ato funksion që kanë të bëjnë me të menduarin, me kujtesën, me të arsyetuarin, me aftësinë për të marrë vendime, me të gjykuarin. Kështu që shenja e parë është prishja e njërës prej këtyre sferave që thashun. Më e dukshme dhe më problematike është ulja e kujtesës. Kujtesës për gjërat e reja. Do të thonë njerëzit shikojnë që është ulur performanca në të mësuar në gjërave të reja dhe sidomos të mbajturit mend të porosive apo të informacionit të ri që merren gjatë ditës. Kjo është ajo që zakonisht është shenja e parë. Pastaj fillojnë të probleme, kjo vjen duke u thelluar, domethënë vjen duke u thelluar saqë njerëzit pastaj harrojnë edhe shtëpinë se ku e kanë, do thonë harrojnë edhe ngjarjet e vjetra. Pra përshkallëzohet. Dhe përshkallëzohet dhe pastaj fillojnë defektet në të gjykuar, defektet në të perceptuarit e gjërave, fillon bija aftësia dhe shpejtësia në të marrjen e vendimeve, fillojnë dilemat dhe fillimi i dilemave është kjo nga shenjat e hershme kur nuk arrin që t'i peshojnë si duhet situatat edhe kjo është nga shenjë që po fillon po vuajnë për funksionet e larta kognitive. A është e trashëgueshme, doktoresh, duke patur parasysh se sëmundje neurologjike? Në 1% të rasteve, jo në të gjitha rastet është e trashëguar, por 1% e rasteve është e trashëguar. Dhe në përgjithësi, kur është e trashëguar gjithmonë në brezin pasardhës shfaqet në moshë të re. Shfaqet më herët. Është e vërtet që nuk ka një lloj diagnoze të plot për këtë sëmundje për ta përcaktuar specifikisht që bëhet fjalë për sëmundjen e demencës? Jo, demenca është lehtësisht jo, po është diagnoza e demencës është e vëndshme jo me shumë vështirësi. Por demenca ka disa, për të përcaktuar demenca për të përcaktuar pasaj, sepse nga lloji deri diku varet edhe trajtimi, varet edhe ecuria, varet edhe prognoza se si do shkoj, sa do zgjasi, ashtu atëherë ajo është pak më e vështirë për të diferencuar shkaku i demencës. Ka dhe disa gjëra pasaj, disa ulje kujtese të tilla që ne i quajmë pseudodemenca. Do të thonë që mund të vijë një ulje funksioneve kognitive sipas disa shkaqeve të tjera që mund të jetë edhe stresi, por shumë edhe stresi mund të japi rënje dhe të shqetësohemi që po fillon një demencë. Po, doktoresh, në kuptoj që ka shumë për të folur, ne prekëm pak në fund, por ndoshta do të kushtojmë një emision tjetër edhe sëmundjes së demencës për të folur edhe për këtë pjesë, edhe për shqetësimet që shfaq tek personat. Ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në studio në programin e mëngjesit për gjitha këshillat që u na dhat. Edhe për mua ishte kënaqësi që isha këtu. Miq të dashur, ne vijojmë sërish programin e mëngjesit duke shkuar në botën e showbizit në këtë moment me thashë themen VIP.